Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e Gafores. Gafore, java e parë e majit do t'jetë një javë shumë pozitive, do t'jetë një javë shumë e qetë, do t'jetë një javë plot harmoni për të gjithë ju, sepse ju do t'arrini me inteligjencën tuaj, me mirëkuptimin që ju keni, me empati, me atë aftësinë për ta vënë veten në pozicionin e tjetrit, të krijoni raporte shumë të mira me çdo që ju rrethon. Dhe këtë e keni arritur edhe në punë, me kolegët, me prorët tuaj, e keni arritur edhe në familje, me dashuri, me mirëkuptim, e keni arritur edhe në çift. Dhe jeni edhe fantastik tek pjesa e menaxhimit të kohës, që është shumë e rëndësishme. Pra dini me mas çdo gjë, edhe t'jepni kohën e duhur punës, edhe t'jepni kohën e duhur familjes, edhe kohën që i duhet raportit në çift. Pra nëse jeni sidomos gaforët që janë në një marrëdhënie të konsoliduar, të paktën një herë në javë, ja dedikoni njëri tjetrit, ndoshta në një takim, ndoshta në një kohë që shpenzoni edhe në vetëm në shtëpi, por jeni totalisht të përkushtuar tek njëri tjetri, dhe me fëmijët, për gaforët që kanë krijuar familjet e tyre, por edhe me shoqërinë në kohën që keni mundësi, dhe ndër të tjera gjeni dhe kohë për veten tuaj. Dikush mundet që një herë, 2 herë në javë të ketë edhe një plan të caktuar ku ju ose merreni me vrap, ose merreni me aktivitet fizik, me diçka që t'ju bëjë të ndjeni mirë dhe të kujdeseni për shëndetin. Dhe pikërisht kjo inteligjenca juaj, emocionale, intelektuale, jeni në këtë fazë ku jeni, ku gjithçka e menaxhoni siç duhet dhe ndjeni mirë. Dhe keni kuptuar, se ju shikoj dhe shumë filozofik Gafore, jeni në një fazë të zhvilluar shumë nga ana spirituale, nga ana e botkuptimit tuaj, merrni informacion shumë, lexoni shumë, dhe ndër të tjera përpiqeni që gjithçka që ndodh në jetën tuaj, ju mundoheni të gjeni atë pjesën e kuptimit të gjerë pse po ndodh kjo gjë. Pra nuk e kaloni me një herë në diçka personale, sikur jeta është kundër jush, por e shikoni çdo gjë si mësim, si një eksperiencë, dhe atëherë kur diçka mund të ketë ndodhur që s'ju ka pëlqyer, ju jeni munduar të gjeni anën pozitive, të mësoni diçka të mirë nga ajo. Dhe këtë sigurisht e transferoni edhe tek të tjerët, edhe njerëzit ndjejnë këtë energjinë tuaj kaq pozitive, kaq të ngrohtë, prandaj edhe keni raporte kaq të mira, kaq fantastike. Ju shoh vërtet shumë të zhvilluar në këtë aspekt Gafore. Ndërkohë në javën e dytë, ju do të keni një fitore, do të keni një sukses që do të lidhet me arritjet tuaja personale. Kjo mund të jetë në aspektin profesional, për disa Gafore, ku mundet që t'ju lavdërojnë përpara kolektivit, ndoshta për diçka, për një sjellje tuaj në punë, keni arritur ndoshta një synim që keni pasur në punë, apo ju është dhënë një detyrë e caktuar, një përgjegjësi e caktuar, ju e keni realizuar me sukses. Pra do të jetë diçka e ndryshme për Gaforët të ndryshme, po do të jetë një moment ku fokusi do të jetë tek ju. Do të merrni shumë komplimenta, do të merrni shumë vëmendje për disa Gafore, mund të jetë edhe një arritje personale, për shembull mund të keni vendosur vetes një X synim të caktuar që do të humbisni kaq pesh deri në periudhën e verës, dhe mund të jeni në fazën që rezultatet po duken, dhe njerëz që mund të mos ju kenë takuar për një kohë të caktuar do ta vënë re këtë ndryshim dhe do t'ju komplimentojnë, bravo, sa ke ndryshuar, çfarë ke bërë për të arritur këtë qëllim tëndin në gjithçka tjetër, dhe kjo sigurisht do t'ju bëjë të ndjeni vërtet shumë mirë. Pra ju do të jetë një javë shumë e bukur, një javë ku për sa i përket pjesës së egos, pjesës së krenarisë tuaj, do të ndjeni shumë të përkthjelur, sepse gjithë fokusi, gjithë vëmendja është tek ju. Dhe kjo ka ardhur jo kot, sigurisht ju keni bërë maksimumin, është e merituar e gjitha kjo. Çfarë lëvdatat, për dikë mund të jetë edhe një opsion që vjen edhe me më shumë para, ose vjen edhe me më shumë përfitim, nuk është vetëm e shoqëruar me komplimenta, në varësi të situatës specifike. Për disa Gafore mund të jetë edhe një mundësi shumë e mirë nga ana profesionale, diçka që vjen me një realizim financiar plus.
po do t'jeni mjaft kënaqur, sepse të tjerët do t'ju shohin me admirim dhe do ta ndjeni këtë fokusin, këtë vëmendjen, gjithçka, gjithë syt janë tek ju. Në varësi të rrethanave, në varësi të ambientit, do të thoja shikoni edhe energjinë tuaj, se si do t'jeni në javën e dytë edhe të tretë. Nëse ju ndodh, sepse sigurisht jo të gjithë njerëzit na duan të mirën, mund të keni shumë persona që janë pozitive dhe që ju vlerësojnë jashtëmase, po mund të keni edhe persona që kanë ndoshta xhelozi, edhe është edhe ajo energjia që ne themi ju marrin më sysh apo ju shikojnë pse fitoi ky person, nuk fitova unë, nëse është një konkurs apo diçka ku ju dilni të parët. Shikojeni se si ndjeni, nëse ndjeni këtë ngarkesën e madhe nga ana energjitike dhe javën tjetër pastaj keni dhimbje koke ose ndjeni sëmur ose ju ndodh diçka që sikur keni pak ters, kjo është edhe një shenjë që duhet pastroni energjinë tuaj. Gafore do t'ju rekomandoja të bënit banjën shpirtërore mbas këtij suksesi, mbas javës së dytë, thjesht për ta pastruar energjinë tuaj. Un kam 2 video në YouTube që ju a shpjegoj se si mund ta realizoni në kushtet e shtëpisë. Thjesht kërkoni Golden Truth Tarot banjë shpirtërore dhe mund të shikoni videot, i keni në YouTube. Në javën e tretë ju shikoj shumë të mbledhur në familje. Do t'jetë një javë ku do t'uleni të diskutoni çështje që kanë të bëjnë me parat, çështje që kanë të bëjnë me financat, në lidhje me doni të kurseni për të bërë një investim të madh. Shumë nga ju keni disa synime që doni të realizoni, synime që kanë të bëjnë ose me blerjen e një banese, ose me renovime të ndryshme, riparime që kanë të bëjnë me banesën tuaj, investime që janë të mëdha, ndoshta dikush po mendon edhe të marrë një shtëpi pushimi, një shtëpi të dytë, një pronë të dytë që mund ta përdorni edhe si një formë investimi që më pas ta jepni me qira. Pra keni plane madhore për të cilat duhet të tregoni të kujdesshëm, pa duhet vendosni një lloj buxheti të caktuar, të mblidhni, të flisni edhe me anëtarët e tjerë të familjes, të gjithë jeni në një mendje se është një projekt i madh, e shikoj si diçka që nuk e realizoni dot vetëm, sado mirë që t'jeni nga ana financiare dhe të keni të ardhurat të mira, prap ju duhet me patjetër që të keni edhe anëtarë të tjerë të familjes të bashkëpunoni për këtë gjë, për këtë projekt që është kaq madhor, që është ky investim që është kaq i madh. Për sa i përket gjërave të tjera, pastaj edhe do të keni nevojë të qëndroni vetëm në qetësinë tuaj, në rehatin tuaj, sepse gaforet janë pak si natyrë të turpshme dhe kjo vëmendja kaq e madhe javës së dytë do t'ju ngarkoj disi dhe do doni të jeni në atë zonën tuaj të komfortit, në atë guaskën tuaj, le themi në familje, me njerëzit shumë të afër tuaj, në atë qetësi, në atë rutinën tuaj të përditshme, se sa me këtë vëmendjen kaq shumë tek ju, me këtë dritën që ju kanë ndriçuar edhe ju kanë marrë kaq shumë vëmendje. E them këtë se shikoj në javën e fundit ku do të shikoni një lloj konkurrence të madhe, sidomos të konkurrencë do ta ndjejnë gaforet në punë, në aspektin profesional. Nëse ju e fituat këtë konkurs, u lavdëruat në punë, kaluat diçka me shumë sukses, do të shikoni që deri në fund të majit, sjelljet e disa prej kolegëve, njerëzve rreth jush, do të jenë ndryshe. Do të jenë me më shumë konkurrencë, me më shumë me një lloj gare, me një lloj xhelozie, po me një ambicie që ne e dinim që ti ishe një person shumë pozitiv e gjithçka tjetër, po ja ti arritet të fitosh këtë gjë, ndërkohë që këtë mund ta meritoja unë më shumë, e do të shikoni që do të ndryshoj sjellja e tyre, nga një sjellje më e dashur, më miqësore, në një sjellje me më shumë garë, me më shumë konkurrencë, me më të ftohtë, ndonjëherë mund të thonë edhe disa fjalë edhe disa gjëra që për momentin mund t'ju bëjnë të ndjeni
jo mirë, sepse do t'ju duket e pa drejt, po kjo do të vi nga inati, do të vi nga xhelozia, do të vi nga ndryshimet që do të ndodhin, që disa nuk do t'i pranojnë, nuk do t'i pëlqejnë, do t'jenë situata të cilat kini parasysh, njerëzit po sillen në këtë formë sepse ju jeni përpara tyre në garë. Në garën e jetës ju jeni përpara tyre. Dhe shpesh kur jemi mirë, kur jemi të gjithë në të njëjtin nivel, njerëzit janë shumë më të dashur, janë shumë më të ngrohtë, janë shumë më përkrahës. Në momentin që në garën e jetës dikush ecën më përpara, dhe sidomos këtë duhet ta keni parasysh, sidomos njerëzit që janë nisur në të njëjtën pikë me ty. Dhe xhelozia më shumë, inati më shumë, vjen gjithmonë nga njerëzit e tu, nga njerëzit e afërm, nga njerëzit që e kanë nisur nga njëjti start si ty. Nëse keni qenë në të njëjtën situatë, në të njëjtën pozitë, dhe ti je shumë hapa përpara krahasuar me këto persona, ajo pastaj sigurisht qoftë edhe 1 hap përpara, 2 hapa përpara apo të bësh ti, do të shikosh me një herë një lloj reagimi, me një herë një lloj ndryshimi, sepse tendenca është për të tërhequr prap aty ku ti ke qenë. Jo pse duhet dalësh ti përpara meje, pse duhet ta bësh ti një gjë më shumë, pse duhet marrësh ti një pagesë më të madhe, pse duhet marrësh ti një makinë më të mirë, apo pse duhet të shkosh ti me pushime në një vend më të mirë që unë s'kam shkuar akoma. Të gjitha këto do të shikoni sjellje të tilla specifike, sigurisht jo tek të gjithë njerëzit, por te disa gafore mund ta shikojnë nga kolegët në punë, te dikush mund ta shikojnë nga njerëz që i keni të njohur, sjellje të caktuara që janë të qarta, që vijnë nga xhelozia, vijnë nga konkurrenca. Sido që të jetë gafore, keni parasysh edhe nga orakulli i gjelbër, mesazhi për ju është grounding. Okay, grounding, pra të tokëzojnë, të jeni me këmbë në tokë. Mos të lejoni që këto situata, këto ndryshime, kemi pesën, energjinë e pesës, po prap edhe këtu, që këto ndryshimet që po ndodhin, t'ju prekin edhe mos t'ju prekin nga ana emocionale, të prekin të cënojnë egon tuaj. Mos i merrni parasysh dhe ju vazhdoni të jeni praktik, të jeni me këmbë në tokë. Prandaj kemi edhe simbolin e patateve, sepse patatet janë thellë në tokë, rriten në tokë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, që ti të shikosh gjërat në një mënyrë sa më praktike. Pra kjo është, ti i ke arritur, çfarë ke arritur, sukseset e tua deri në këtë pikë, deri në këtë moment, tani mendo për të ardhmen tënde, zhvillohu në heshtje, zhvillohu në errësirë, dhe kjo do të jetë shumë e rëndësishme, sepse mundet që kjo vëmendja e madhe, komplimentet e gjithçka tjetër, njerëzit mund ta shikojnë edhe si një sjellje pak si mendje madhësi nga ana juaj. Mbajni pjesën tjetër sekret, shumë gjëra, shumë plane që ju keni, zhvillojni në errësirë. Kujtoni këtë simbolin e patates që zhvillohet në errësirë, zhvillohet në tokë. Edhe njerëzit duhet të shikojnë vetëm kur ju të lulëzoni, kur tjetë e pa diskutueshme suksesi ajo që ju keni realizuar. Në fazën që gjërat janë duke u ndërtuar, është shumë mirë që t'i zhvilloni në heshtje, shumë mirë që t'i zhvilloni në sekretin tuaj brenda me familjen, me personat e afërt. Megjithatë do të jetë një muaj shumë pozitiv, një muaj fantastik. Vetëm pjesën energjinë e javës së fundit mos i jepni rëndësi dhe vëmendje fjalëve dhe shenjave të xhelozisë që do të merrni së jashtmi. Ok, gafore, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për këtë muaj. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.